Ne këtë vit kemi arritur nivelin më të lartë të regjistrimit në arsimin profesional. Jemi akoma larg nga ku duam të arrijmë. Kemi arritur në thuajse 20%, por nuk mjafton. Dhe për këtë arsye, ajo që tha drejtori, që dua ta përgëzoj për punën e mirë që ka bërë për këtë agjenci, e cila përmes portalit të saj puna.gov.al publikon çdo muaj 5500 vende pune mesatarisht. Kjo është për gjithë ata që thonë që s'ka punë. Ata që thonë s'ka punë e ata që nuk duan punë. Pikë. Sepse vetëm në portal janë 5500 vende pune mesatarisht çdo muaj të gjitha kategorive. Çdo gjë. Natyrisht që nuk është aq e lehtë sa të hapësh portalin, se e tha vajza më parë, që kur shkon dhe troket, ka vështirësi, ka pretendime, kërkesa, etj. Nuk po zbus asgjë nga këto, por po them që kush realisht do punë dhe kush realisht do të bëj sukses në këtë vend, mund të bëj sukses dhe nga njëherë mund të bëj një sukses për të cilin jashtë i vendi do të duhen shumë më tepër vite, shumë më tepër sakrifica dhe shanset janë shumë më të vogla dhe këtu kam parasysh Europën e sot. Nuk është më Europa që ishte. Problematikat e punësimit të trinjve, problematikat e refuzimit të trinjve për bërë një numër gjithmonë më të madh punësh, janë problematika europiane sot. Dhe ky vend, pikërisht pse është në zhvillim e sipër, dhe pikërisht pse nuk është aq i strukturuar sa që janë vendet më të zhvilluara, ka hapësira më shumë për ata të cilët kanë kurajo më shumë, kanë vullnet më shumë dhe janë të gatshëm të riskojnë më shumë. 37% e këtyre startupeve janë përbëhen në shumicë nga vajza ose drejtohen nga vajza, që është dyfishi mesatarës Bashkimit Evropian dhe që provon teorinë që Shqipërinë do shpëtojnë gratë. Nga kam bindje këtë. Shqipërinë do ta shpëtojnë përfundimisht vetëm gratë. Me burrat e dini ju se si kam unë problemet.